Përshëndetje, profesor. Përshëndetje. Mbas 12 ndeshjeve në krye të Partizanit, si e vlerësoni këtë periudhë? Është një periudhë e mirë, të themi të drejtën, mbas 12 ndeshjesh. Kemi rritur performancën në to, pavarësisht ndonjë luhatje ndeshjet e fundit, po ekipi ka performuar mirë dhe ndjehemi jashtëzakonisht shumë. Çfarë ka funksionuar më mirë tek skuadra dhe çfarë mendon se duhet përmirësuar? Pas 12 ndeshjeve të para, ekipi që ka funksionuar goxha mirë ka qenë qasja e djemve, dëshira për të vazhduar, për të bërë maksimumin për vetë emrin dhe klubin dhe meritat e klubit që ka emrin e madh që ka si klub. Jemi munduar të çojmë ekipin më përpara, jo të ishim në gjendje ku ishim në fillim, çfarë nuk ka funksionuar. Mendoj se e përgjithshme ka funksionuar mirë, por duhet të ishim pak më konkret aty para portës. Kemi humbur disa pikë që seriozisht ku i mendoj tani që i bëj një kthim mbrapa duke analizuar ndeshjet, si rasti me Vllaznin, që jemi 2 lojtarë kundër portier, dhe rasti ndeshjes fundit me Dinamo, do të kishim disa pikë më shumë, por ka vend për të përmirësuar, do punojmë përsëri që ta çojmë akoma më përpara këtë projekt. Cili është mesazhi juaj për tifozët e klubit të Partizanit në mbyllje të vitit 2025? Atëherë, gjithë familjes Kuq, i uroj gëzuar festat tjerë, një vit sa më i mbar 2026 dhe sigurisht të na mbështesin sa më shumë, sepse ato dijet rrilcat dhe tifozët tonë janë lojtarë joni 12 dhe kemi nevojë shumë për mbështetjen e tyre në çdo ndeshje. Gëzuar. Faleminderit dhe shumë suksese për 2026. Faleminderit.